Kjo është pamja që të ofron Via e Liçenit në fshatin Stërbeq të Bashkisë Malësie Madhe. Do duhet të ofronte një pamje turistike për vetë potencialin që ka, por Bashkia e Malësisë Madhe e ka harruar mes mbetjeve dhe ndotjes së vazhdueshme. Edhe pse është një zonë me potencial të rrallë natyror dhe frekuentuar nga turistët e huaj dhe vendas, Via liçenore në fshatin Stërbeq të Malësisë së Madhe është mbushur me mbetje dhe inerte të shumta. Pushteti vendor vazhdon të jetë inekzistent përballë kësaj katastrofe mjedisore, ndërsa banorët e pranojnë se kjo zonë është kthyer në një landfill të hapur. Ata theksojnë mungesën e kontinjerëve për hedhjen e mbetjeve urbane. Probleme ka burr. Është patjetër e kjo puna, e kupton. E në njerëz, e kupton. Unë kam jetuar 22 vjet në Itali, qetësuese janë, me ta thënë shpirtin. Kjo është tonë problemi. Po si vinë turista, vinë gjithkush e burr. Pe këto deri në muajt boks, turista ke gjithku në këto. Më shumë këtu se në Itali. Me tjetë të nuk janë sot, janë të sa vite dhe as kosh as gjanë s'kena. Na e këna shpjet ma ne, janë shtojnë një të gjashtë. E janë qetësuese dhe më? Po detyrimisht se kur s'e ka qenë shumë vend. Bela ka atje se unë e kam shpinë në të krajin e nej, vinë turista me ka 4-5 makina, kështu ruleta. Bashkia e Malësisë së Madhe duhet sa më parë të marrë masa për pastrimin e mbetjeve dhe të punojë që kjo zonë me potencial turistik të mos fshihet nga harta, por të ketë investimet që të ndihmojnë në zhvillimin e turizmit në këtë zonë.